Me që përshëndetje, jemi këtu prap me mësimin e radhës nga Ungjilli sipas Markut. Jemi tek Marku kapitulli 7 edhe sot do të shikojmë vargjet 14 deri 23. Marku kapitulli 7 vargjet 14 deri 23. Le të lexojmë këto vargje fillimisht edhe pastaj të shikojmë këto me shumë detaje. Marku 7, duke filluar në vargun 14, thot: pastaj Jezusi thirrri gjithë turmën rreth vetes dhe i tha: "Me dëgjoni të gjithë dhe kuptoni. Nuk ka asgjë jashtë njeriut që duke hyrë në të mund ta ndot atë. Përkundrazi janë ato gjëra që dalin prej tij që ndotin. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj." Më pas, kur ai u kthye në shtëpi, larg turmës, dishepujt e vet e pyetën për kuptimin e shëmbëltyrës. Dhe ai u tha atyre: "Edhe ju që keni kaq të pamend, a nuk e kuptoni se çdo gjë që nga jashtë hyn te njeriu nuk mund ta ndot, sepse nuk i hyn në zemër, por në bark dhe pastaj ja shqitet në xhirez." Duke folur kështu, ai i deklaroi të pastra të gjitha ushqimet. Tha akoma: "Ajo që del nga njeriu e bën atë të ndotur, sepse nga brenda, domethënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurores, kurvrimi, vrasjet, vjedhjet, lakmit, ligësitë, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallëku. Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe e ndotin njeriu. Në dy videot e fundit ne kemi folur për vargjet 1 deri 13 dhe të këtij kapitulli, ku kemi parë se disa udhëheqës fetar si farisenjët dhe skribet erdhën tek Jezusi dhe u ankuan për dishepujt e Jezusit, duke i thënë atij se pse dishepujt tuaj han ushqim pa i pastruar duart. Larja e duarve para ngrënies së ushqimit, edhe pse është një zakon i mirë, është edhe në fakt i duhur, nuk ishte diçka që Perëndia e kishte dhënë si urdhër. Mirë po, kjo ishte thjesht një traditë njerëzore, mirë po këta farisejt e kishin ngritur këtë traditë njerëzore në të njëjtin nivel me fjalën e Perëndisë, ndoshta edhe në fakt edhe më lart se sa vet fjala e Perëndisë. Ata e kishin ngritur këtë traditë aq lart saqë nëse dikush nuk e praktikonte këtë zakon, nuk i lante duart, nuk i pastronte duart para se të hante ushqim, farisejt e skribët thonin se ky person është i papastër, i pamoralshëm apo i papastër para Perëndisë. Dhe Jezusi i kundërshton ata duke i treguar se nuk është çka hyn brenda nesh që na bën neve të papastër, por ajo që del nga ne na bën neve të papastër. Edhe ne duhet i kushtojmë vëmendje këtij mësimi këtu, sepse kjo gjë është shumë e rëndësishme, sepse edhe në kohën tonë sot ka shumë njerëz që janë më shumë të brengosur se çka han, çfarë ushqimi han apo çfarë ushqimi nuk han, se sa për fjalët që dalin nga gojët e tyre apo për veprat që ata i bëjnë. Kështu që le ta shikojmë këtë mësim me kujdes. E kam quajtur titullin e këtij mësimi që e kam zgjedhur është se çka vërtet e ndot një person apo çka vërtet e bën një person të papastër Perëndisë. Kështu që le të fillojmë së pari me vargun 14. Tek Marku 7:14 na thuhet se pastaj Jezusi i thirrri gjithë turmën rreth vetes dhe u tha: "Me dëgjoni të gjithë dhe kuptoni." Siç e shihni deri në vargun 13, Jezusi ishte duke folur me skribet e farisenjët. Ai ishte duke u shpjeguar atyre se si ata i linin anash fjalën e Perëndisë në mënyrë që ti mbanin traditat njerëzore. Dhe mund të shikoni dy videot që kam bërë para për këtë vargjet 1 deri 13. Do thotë, deri në këtë pikë Jezusi ka qenë duke ju folur skribëve dhe farisenëve, njerëzve fetar, udhëheqësve fetar. Por këtu na thuhet se Jezusi e mbledh të gjithë turmën afër vetes. Tash ai e ndryshon fokusin dhe i drejtohet të gjithë turmës dhe ju thotë: "Dëgjoni dhe kuptoni." Pra ai dëshiron ajo që Jezusi është duke thënë tash, ai dëshiron që njerëzit vërtet ta kuptojnë. Kjo që Jezusi do të thoshte tash nuk ishte vetëm për njerëzit fetar, por ishte për të gjithë njerëzit, edhe është edhe për neve
për neve sot, kështu që kjo është arsye sepse duhet t'i kushtojmë vëmendje. Çka është ajo që Jezusi dëshiron që ne të kuptojmë, apo që kjo turm këtu ta kuptojë? Shiqoni vargjet 14 dhe 15. Jezusi thot nuk ka asgjë jashtë njeriut që duke hyrë në të mund ta ndodh atë. Përkundërzi janë ato gjëra që dalin prej tij që ndotin. Kush ka vesh për të dëgjuar le të dëgjojë. Siç e shihni, këtu Jezusi dëshiron që njerëzit ta kenë shumë të qartë, ta kuptojnë shumë mirë se nuk ka asgjë që ne e fusim në trupin tonë përmes gojës tonë që na ndodh neve. Tash mos të keq kuptohemi, këtu Jezusi ka fjalën për ndotje, për ndytje apo papastërti morale ose shpirtërore, jo papastërti fizike, sepse normal ka gjëra që sikur ne t'i fusim në gojë, sikur ne t'i hanim, normal që do të na ndotin neve fizikisht apo do të na shkaktojnë infektime apo sëmundje të ndryshme. Por Jezusi nuk e ka fjalën për këtë. Jezusi është duke folur se çka e ndodh një person moralisht, çka e bën një person të papastër para Perëndisë. Judenjët, këta udhëhecit fetar këtu, mendojnë se njerëzit që hajnë me duar të papastra apo hanë disa ushqime që ata i kishin ndaluar, kjo në një farë mënyre i bën këta njerëz shpirtërisht të papastër, moralisht të papastër para Perëndisë. Edhe Jezusi dëshiron që njerëzit turma këtu ta kuptojnë, por edhe gjithashtu Jezusi dëshiron që ne ta kuptojmë që kjo gjë nuk është as pak e vërtetë. Asgjë, pa marrë parasysh se çka hyn në ne, nuk mund të na ndodh neve moralisht, nuk na bën neve të papastër para Perëndisë. Tash, kjo është e rëndësishme sepse ne e dimë se ka religione të ndryshme edhe sot që na thonë të njëjtën gjë. Për shembull muslimanët na thonë që ngrënia e mishit të derit na bën neve të papastër para Perëndisë. Edhe Jezusi plotësisht do ta kundërshtonte këtë gjë duke u bazuar në këto vargje që sapo i lexuam. Edhe Jezusi do t'ua thotë këtë turmës mos brëngosni sepse asgjë që hyn në brendësitë e njeriut nga jashtë nuk e ndot atë para Perëndisë, nuk e bën atë të papastër moralisht apo të papastër para Perëndisë. Tash, kur më vonë në vargun 17 e shohim se dishepujt kur kthehen në shtëpi me Jezusin, e pyesin Jezusin dhe i thonë që na shpjego këtë më shumë këtë shëmbëltyr. Vargu 17 thot më pas kur ai u kthye në shtëpi larg turmës, dishepujt e vet e pyeten për kuptimin e shëmbëltyrës. Dishepujt nuk e kishin kuptuar plotësisht se çka Jezusi nënkuptoi kur ai tha turmës se nuk ka asgjë jashtë njeriut që duke hyrë në ty mund të ndodh, dhe sapo të kthehen në shtëpi ata dëshirojnë dhe i kërkojnë Jezusit që t'ua shpjegoj kuptimin e saj. Edhe Jezusi u jep shpjegimin, Jezusi u përgjigjet dishepujve. Në vargun 18 deri 19 ai thotë, dhe ai u tha atyre, edhe ju qenkeni kaq të pamend, a nuk e kuptoni se çdo gjë që nga jashtë hyn te njeriu nuk mund ta ndodh, sepse nuk hyn në zemër, por në bark dhe pastaj jashtëqitet në gjyrez. Këtu Jezusi e shpjegon thelbin e kësaj çështje. Dhe ai nuk thot se çdo gjë që ne fusim në trupat tanë përmes gojës, ai thot se çdo gjë që ne fusim në trupat tanë përmes gojës tonë, thjesht shkon në stomak, shkon në barkun tonë, trupi i përdor lëngjet ushqyese që trupi ynë ka nevojë për të funksionuar, edhe pastaj ai ushqim shkon në stomak edhe pastaj jashtëqitet. Këto gjëra, Jezusi e bën shumë qartë se këto gjëra që ne i ham, ushqimet që ne i ham nuk e prekin zemrën tonë, nuk e ndryshojnë karakterin tonë, nuk na bëjnë neve të papastër apo të pamoralshëm para Perëndisë. Edhe besoj se kjo është shumë e qartë, shumë e thjeshtë për të kuptuar. Jezusi thjesht thotë që ushqimi që ne ham hyn në gojën tonë, shkon në stomakun tonë, trupi jonë i përdor gjërat e nevojshme, edhe pjesa tjetër mbetet edhe jashtëqitet edhe nuk e prek as pak zemrën tonë. Mirë po, ajo që na ndodh neve, është ajo që i prek zemrat tona. Dhe ajo që na bën neve të papastër dhe të pamoralshëm para Perëndisë është ajo se çka ne kemi në zemër dhe ajo çka del nga zemra. Vargjet 20 deri 23 Jezusi shiqoni çka thotë, dhe akoma
Jezusi u tha atyre, ajo që del nga njeriu e bën atë të ndotur, apo e bën atë të papastër, sepse nga brenda, do me thënë nga zemra, mbani mend këtë, nga zemra e njeriu dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvrimi, vrasjet, vjedhjet, lakmit, ligësit, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallëku. Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe ndotin njeriun. Këtu Jezusi na tregon se çka vërtet e ndot një person shpirtërisht, çka e bën një person të papastër, të pamoralshëm para Perëndisë. Le të lexojmë edhe një herë sepse janë shumë të rëndësishme. Dëgjoni me vëmendje. Mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvrimi, vrasjet, vjedhjet, lakmit, ligësit, mashtrimet, paftyërsia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallëku. Jezusi i përmend 13 gjëra këtu që e ndotin një person, që e bëjnë një person të pamoralshëm apo të papastër para Perëndisë. Tash pse e ndotin këto gjëra një person? Sepse, si thot Jezusi, këto gjëra dalin nga zemra, dalin nga brenda. Këto gjëra tregojnë karakterin e vërtet një personi. Mendoj se është mirë që ta përfundoj këtë video duke na sfiduar secilin për nesh që vërtet t'i kontrollojmë zemrat tona me kujdes. Dhe t'ja bëjmë vetes disa pyetje, sepse unë personalisht njeh shumë njerëz që në mënyrë fetare, në mënyrë religjioze janë më të brengosur për atë se çka ata hanë, çfarë lloj ushqimi hanë apo nuk hanë, se sa për atë se për fjalët e tyre që ata i thonë, për veprat që ata i bëjnë, për karakterin që ata e shfaqin para njerëzve. Edhe kjo është gabim nëse ne mendojmë në këtë mënyrë. Nëse ne jemi më të brengosur për atë se çka ne ham, çfarë ushqimi ne hami, po nuk kujdesim se çka del nga goja jonë, mënyra si ne flasim, mënyra si ne i trajtojmë njerëzit, atëherë ne jemi çdo gjë është e kot. Nëse religioni ynë, mendoni mirë për këtë. Dëgjoni me vëmendje, nëse besimi që ne kemi, religioni që ne i përkasim është i brengosur më shumë me atë se çka ne ham, se sa me atë se çka ne themi, me mendimet tona, me veprat tona, atëherë ky religion është një religion i kot. Një religion që nuk e prek zemrën e një personi. Është një religion që nuk është nga Perëndia. Për këtë arsye, Bibla për shembull na thot neve tek 2 Korintasëve 5:17 se nëse një person është në Krishtin, nëse një person ka besuar në Krishtin se Zot të shpëtimtar dhe është shpënduar për mëkatet e tij, ai është një krijesë e re. Zemra e tij është ndryshuar. Kështu që mendoni mirë. Ajo që ti beson, religioni që ti i përket, për çka brengoset ky religion më shumë? Për atë që ti han, që fut në gojën tënde, për të cilin Jezusi thotë që nuk ka kurrë fare efekti në zemrën tënde, apo për atë se çka del nga zemra, për atë se çka del nga zemra jote. Si thash, unë njeh shumë njerëz që janë shumë të shkathët për të folur për atë se çfarë ushqimi ata hanë apo nuk hanë, ndërsa nuk brengosen as pak për faktin që gënjejnë, për faktin që mashtrojnë, për faktin që janë kryelartë, janë krenar. Kam parë në fakt edhe shumë të vetëquajtur të krishterë në mediat sociale që pretendojnë që janë të krishterë, që të flasin për Krishtin, por mënyra se si flasin, fjalët që dalin nga goja e tyre janë të ndotura, janë fjalë të liga, janë plot krenari, edhe Jezusi na thotë se kjo është diçka që tregon zemrën e një personi, dhe kjo është çka e ndot një person. Kështu që ky është një mësim shumë i rëndësishëm për neve. Ju inkurajoj shumë që të shkoni edhe t'i lexoni këto vargje tek Marku kapitulli 7, edhe thot vargje, sidomos vargjet 14 deri 23 dhe ta krahasoni zemrën tuaj me këto vargje. Ta shohim se ku qëndrojmë ne vërtet para Perëndisë. Mbani mend edhe një herë, gjërat që ne, Jezusi na thotë këto gjëra që ne i fusim në gojë,
Ushqimi që ne ham nuk na bën neve të papastër para Perëndisë. Nëse ne ham ushqim pa i pastruar duart tona, mund na bëjë të papastër fizikisht, mirë po nuk na bën as pak të pamoralshëm të papastër para Perëndisë. Ajo çka na bën neve të papastër para Perëndisë apo të pamoralshëm është ajo që del nga zemra jonë. Kështu që ky është një mësim shumë i mirë. Le të kemi kujdes, le ta shikojmë këtë çështje me kujdes, sepse në fund të fundit, në ditën e gjykimit, ne nuk do të gjykohemi për atë se çka kemi ngrënë, por do të gjykohemi për atë se çka kemi pasur në zemër, çka ka dalë nga zemra jonë. Kështu që kjo është çka e ndodh një person para Perëndisë, jo ushqimi që ne ham. Faleminderit edhe Zoti ju bekoft.